Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Lëvizje te Renea. Hakiçako rikthen dy shoqëruesit e Kuliçit. Me urdhër të ish drejtorit Artan Didi u pezulluan 7 forca speciale. Drejtori i përgjithshëm i policisë rifut te Renea Besnik Toskën, Alfred Brailikën, Ridvan Begën dhe Tonin Koticën për performancë të mirë. Në pritje Isufi Drizi, Lek Suka, Arjan Licej, historia e largimit. Reformat në drejtësi, nishani, janë përfshirë militant politik. Qeveria fjalor banal ndaj meje. Familja Vorfi, rrëfejmë kalvarin e vuajtjeve në Gjermani si azil kërkues. Kampet katastrofë. Nuk ngopeshi me buk, u detyruam të vidhnim. Kryefamiljari Altin Vorfi tregon me lot në sy. Mos harxhoni lek për të nisur, ju futin në stalla. Fëmijët mu dobësuan nga uria, vidhja për t'i ushqyer. Angela Merkel, nuk japim azil për ballkanasit, mos shpresoni. Gjermania, do deportohen të gjithë, nuk keni as shansin më të vogël për të përfituar statusin e refugjatit. Ish kryebashkiaku Shkëmbi, humbja e së majtës në Pogradec, shkak kandidatja e Lëvizjes Socialiste për integrim. Pronat në Korçë, statusi i çdo dosjeje që nga 1993-shi. Nga Meçqari botohet opinioni ditës me titull Kinezët, Rusët, Shqiptarët dhe të tjerët. Regjistrimi në kopshte nis me 1 shtator, të drejtë vetëm fëmijët që janë 3 vjeç, dokumentet që duhen për në shtet. Gjyqi i motrave, Hiqmet Kajtazi, Orialda e manipuloi motrën e vogël. Skandali pasaportat, Ardit Gjebrea shkruan status, Ministria e Brendshme informon. Negovani si u ruajt dryni i shkollës dhe shamia e Meshës. Kotherja, Nipi i dorëzoi në muze. Në brendësitë e gazetës shqiptare, si gjithmonë në këtë stin, është suplementi Summer Pages, faqet e verës. Rama me Zahon përshëndesin Jonin. Zhvishet Zajmina, ja fotot seksi. Ertila Koka, s'ka të dytë si unë, nuk njoh rivale. Janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama, Cani bllokon investimet për kuvendin, presim parat e Erdogan. Kërkesa e financave për investimet, duhen vendime të reja pas premtimit të presidentit turk për ndërtimin e parlamentit. Zbulohet promemoria e Bashkim Sheut në 1989. Babain të dënonit për terror, jo krime fiktive. Letra e djalit i ish kryeministrit nga internimi për Ramizalin. Jemi rekord për të burgosurit politik. Gjykata ndan motrat, Klevisa, nuk kthehem, kam frikë se më rrahin. Motra e madhe në gjyq, doja të vrisja veten para Aratis. Akuzat për humbjen e Pogradecit, kandidatja e majt, Mile, Shkëmbi, pazare me Partinë Demokratike. Provimi i shtetit, 600 mësues nuk marrin licencën, rezultatet. Banda e Tritolit, rrëfimi sekret i Gjokonës, si i bënim vrasjet me pagesë, dosja e plot. Shuhet Albert Veria, kapedani i filmit shqiptar, aktori 79 vjeç. Një opinion nga Agron Gjekmarka mban titullin Basha ndërmjet Facebookut dhe realitetit. Nga Redi Shehu, reform për hir të reformës apo për hir të së vërtetës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, debati, Agolli shmang replikat për Berishën. Familja e shkrimtarit thot se ai u qëndron katërcipërisht mendimeve të shprehura për elitën politike. Intervista e personalitetit të letrave shqipe u pasua nga akuzat e Stefanit. Çfarë tha Agolli në Shekulli për ish kreun e Partisë Demokratike, për kryeministrin aktual dhe Lulzim Bashën dhe Erjon Veliaj. Shëndeti Janulatosit shqetëson kishën ortodokse. Gjendja e klerikut të lartë nuk ka qenë e mirë, ndërsa u zhvillua edhe një mbledhje sinodit të shenjtë. Zëdhën si dhima, hirësia e tij kaloi situatë të vështirë shëndetësore. Tani është më mirë. Pasaportat, Braçe, Basha të paguaj për dëmin që shkaktoi. Një opinion nga Afrim Krasniqi mban titullin 12 deri në 15 kushtetuta në 100 vjet. Vlorë, lind Këshilli i Qarkut, Kokëdhima, zhvillim përmes projekteve. Lushnjë, trimi tërhiqet, e fal gruan, vetëm të mos ri në Facebook. Durrës, gjykata Lënëburg Orialdën, Klevisa refuzon shtëpinë. Maturantët, universitetet,
7 ndër 10 gjimnazistët shpallen fitues. Nga lista e fituesve do të ketë spostime për 3.000 maturant, të cilët nuk do të lexojnë emrin. Deri ditën e premte priten ankesat për gabimet me pikët dhe kodet. Si bëhet renditja nga serveri i Agjencisë së Kontrollit të Provimeve? Takimi, sa paguaj dhe shpenzonte Ramiz Alia për jetën në blok. Zbardhen pjesë të tjera të bisedës së sekretarit të parë të Partisë të Punës, me disa nga intelektualët më të njohur në gusht 1990. Ramiz Alia shpjegon trajtimin që përfiton si drejtues i shtetit. Lamtomir Gjasulos, aktori të 120 roleve, Albert Veria, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo në faqen e parë titujt Aventurat e motrave, burg për 18 vjeçaren, e vogla refuzon të kthehet në shtëpi. Gjykata e Durrësit liron motrën e vogël, e cila nuk pranon të kthehet në shtëpi, por kërkon urdhër mbrojtjeje. Prindrit e adoleshenteve përloten në gjykatë. Menduam se do na kërkonin falje, por ato nuk pranuan as na takonin. Motrat Kajtazi pranojnë djegjen e shtëpisë dhe i laçin ushqimin e prindërve, por jo për t'i helmuar. Azil kërkues në Gjermani, zhgënjimi, Altin Vorfi, nuk ngopja fëmijët me bukë, u detyrova të vidhja. Gjatë 5 muajve të qëndrimit në Gjermani, familja Vorfi u përball me zhgënjim, me vuajtje të paimagjinueshme, me frikën e rrëmbimit të fëmijëve dhe me urinë që i detyroi dhe të vidhin ushqime nga supermarketet. Altin Vorfi së bashku me bashkëshorten Brunildën dhe 2 fëmijët morën valixhet, mbyllën derën e banesës në Burel. Debati arkitektëve, streha e kryeministrisë, Shkreli kundër Ramës, nuk jam entuziast. Artan Shkreli, këshilltari i Ramës për çështjet e territorit dhe urbanistikës, më parë kishte quajtur ndërhyrje në strukturën ballore të kryeministrisë si provokim të kreut të qeverisë Edi Rama. Ndërsa ka debatuar në Facebook në lidhje me ndërtimet e larta në Tiranë, ka shprehur dhe rezervat e tij për skulpturën që u vendos në hyrje të kryeministrisë, me rastin e vizitës së kancelares Angela Merkel. Nishani, reforma në drejtësi po bëhet nga militant të politikës, presidenti kundër. Presidenti Nishani kërkon profesionalizëm dhe pavarësi në përgatitjen e kësaj reforme. Ngërç është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu, koktejl policor. Dështimi i elitave politike në Ballkan. Pothuajse gjysma e azil kërkuesve që vinë në Gjermani janë nga Ballkani. Përse ikin? Nga se largohen? Përgjegjës për eksodin janë kryesisht elitat politike në rajon. Reportazh, fyjet e barinjve nuk dëgjohen më mbi Shebenik. Nga Vladimir Karaj vjen reportazhi nga Parku Kombëtar Shebenik Jablanic. I shtrin në mijëra hektar pasuri të paprekura natyrore, që po zbulojnë rishtas në gujta turistike shqiptare, por tradita e barinjve rrezikon të braktiset nga të rinj. Seminari, 100 studiues për gjuhën shqipe. Nga James Bertolomeo botohet artikulli Si e përhapën varfërinë në botë universitetet britanike. Nga The New York Times ribotohet artikulli Kush e kërcënon më tepër Amerikën. Nga Behar Gjoka, drejtësia si testi i politikës shqiptare, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, shtetarët në Ballkan dhe Tiranë i detyrojnë njerëzit të aratisen. Media shtetërore gjermane analizon fluksin e madh të emigrantëve nga Ballkani dhe hedh akuzat të rënda për klasën politike, pozit dhe opozit, që i detyron njerëzit të shkojnë në vendet perëndimore, çka rrezikon dhe kthimin e vizave për të lëvizur në Europë. Skandali i radhëve në Ministrinë e Transporteve. 800.000 banor me 200.000 automjete dynden çdo ditë në të vetmen drejtori rajonale të transportit rrugor në Tiranë, duke u gjendur në një torturë të vërtetë. Asnjë përgjegjësi nga titullarët dhe asnjë procedurë hetimi. Farsa e dekriminalizimit. Artan Shkëmbi, i kallëzuar penalisht nga kontrolli i lartë i shtetit në krye të Agjencisë për Reformën Territoriale. Luciano Boçi, shpërthimet në Xibrak ngarkojnë me përgjegjësi ministren Mimi Kodheli. Florian Hysi, për 6 muaj digitalizuam statusin ligjor dhe fizik të 95% të pasurive të paluajtshme. Investigimi, lypsarët e natës, shkaktarët e mëdhenj të aksidenteve. Pulsulla kriminale të radhës në Institutin e Sigurimeve. Uzina e Ferokromit than Burelin për ujë të pishëm. Aktualitet, shërbimi sezonal sfidon rrjetin spitalor. Partizani dhe generali 360 pikave kufitare. Vëllai ynë nga Kosova, Xheladin Ferizej.
Festa e birrës, spektakël emocionues në Korçë, mes qindra shqiptarëve nga të gjitha trojet e vendit, manifestim mbarkombëtar i këngës popullore. Një opinion nga Violeta Mirakaj mban titullin Dhuna në familje, mision i mundur. Nga Ramazan Çeka, artistët Shkodran në New York. Mozaik dhe aktualitet, Discover Vodafone, mundësi karriere për të rinjt. Konkurset në art dhe sport, sot afati fundit për maturantët. Mjekësi, si të kujdesemi pa mjek për disa sëmundje, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita çelet me titullin Një gjykatë speciale për Shqipërinë. Është një analizë nga Bedri Islami, pas një interviste presidenciale. Reforma në drejtësi dhe reagimi djeshëm i Bujar Nishanit. Ndiqni arsyetimin e një hipoteze ligjërisht të pamundur, por publikisht të duar trokitur, cili do të ishte fati një gjykate speciale në Shqipëri. Dëshmit në Dita, media turke interviston Izet Axhin. Pas 16 vitesh në Turqi, ish truproja i Berishës rrëfen historinë e tij për gazetën Milliyet. Saliu më përdori si karem, ka vënë njerëz të më vrasin. In memoriam, ndron jetë në moshën 79 vjeçare, kapetani i famshëm, aktori Albert Veria, shuhet artisti. Nga Arbenduka vinë vargjet Muri i Berlinit të ra, por të tjerë po ngrihen. Debati po Gradec, Mile i përgjigjet Artan Shkëmbit. Dosje histori, kryengritja e Fierit, 80 vjet më pas, rrëfimi detajuar i Xhelal Staraveckës, pse dështoi, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon në faqen e parë titujt Shteti të paguaj 156.000 pasaportat. Intervist, presidenti Nishani ka plot drejtues me CV kriminale e patolerueshme. Takimi, Veliaj në Shëngjergj, do ta kthejmë në destinacion turistik. Trimi nga Lushnja fal gruan dhe i lutet, lëre Facebookun. Rasti Kajtazi, breziri në krizë, sociologët, kohë të vështira për prindrit. Seanca, gjykata e lartë ndërpret pushimet, shqyrton lirimin e deputetit Mark Froku. Lamtomir kapedani Albert Veria. Zbulusit amerikan, president, na thoni të vërtetën për rrëzimin e MH17 në Ukrainë. Kryeministri Edi Rama, ikim në Tiranë, Zaho i vogël. Rama shkruan në profilin e tij në Facebook, mirupafshim jon, po ikim në Tiranë se kemi punë, por do vim prap vitin tjetër, ndërsa ka publikuar një foto ku në krah mban Zahon e vogël. Ish zëvendës ministri i transporteve, intervista, Sadedin Çeliku, ekonomia shqiptare po lëngon. Shëndetësi, çfarë shkakton azmën dhe si kurohet? Dieta e dur për një kujtesë të shëndetshme, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot në faqen e parë titujt Abrahams, si e përmbysi CIA dhe Pentagoni Sali Berishën nga pushteti në 97-ën, pasi dëboi këshilltarin amerikan nga Ministria e Mbrojtjes dhe flirtoi me Berlinin. Amerikanët, Sali Berisha është njeri i rrezikshëm, tentoi të na shmangte edhe nga Kosova. Shkrimtari amerikan, Enver Hoxha me i përgatitur se liderët e pluralizmit. Gabimi fatal i Shtetet Bashkuara të Amerikës, mbështetja e diktatorit të ri Sali Berisha. Rama kufizon pushtetin e Lindita Nikolës, Ilir Beqes dhe Blendi Klosit, forcon Tahirin dhe Veliajn, ja kompetencat e reja të 61 bashkive. Nis furtuna në Bashkinë e Tiranës, ikin militantët e Partisë Demokratike me funksione fiktive dhe performancë të dobët, ja kush preken nga reforma. Rregulloria e re për territorin, ndalohen pallate dhe resorte deri në 200 metra larg detit, rrugët 300 metra distancë, ja zonat ku nuk lejohen ndërtimet. Rama braktis dërmiun dhe kthehet në Tiranë, as si funksionar i Partisë Socialiste në kampin e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Jalë. Krerët e partive të vogla, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, plan për të na përjashtuar nga politika në 2017-ën. Bien të ardhurat, Cani dhe Rama shkurtojnë rritjen ekonomike për vitet 2015-2018. Komisioni Evropian konfirmon dështimin me evazionin dhe informalitetin. Shqipëria, vendi që mbledh më pak taksa në rajon. Agim Gjakova, megalomania politike i ka hutuar dy qeverit në letërsinë dhe trajtimin e shkrimtarëve shqiptar. Ja Enver Cakaj botohet opinioni kush e mbolli farën e hakmarrjes në Shqipëri. Nga Besi Bekteshi, New York Times, raca më e bukur dhe rrokja e idesë së shtetit janë titujt e faqes së parë
të gazetës Sot. Gazeta Shqip në faqen e parë sjell titujt Humbja në Mallakastër, faji i Lëvizjes Socialiste për integrim. Baza e Partisë Socialiste ja faturon rezultatin kandidatit. Kaplanin e kontestuam që në fillim. Socialistët nisin sot analizën për rezultatin e 21 qershorit, që i hap rrugë zgjedhjes së strukturave në rrethe. Urdhër deputetëve për t'u kthyer nga pushimet. Selanik, emigrantët letër Bushatit për emërimet në konsulat. Merkel, ne nuk mund t'i japim azil kujtdo, nuk ka persekutim në Ballkan. Pasaportat me defekt, Braçe fajson Bashën, Tahiri shtym me 1 vit afatit. Reforma në drejtësi, prokuroria kërkon ndryshimin e antimafjes, rekomandimet e akuzës për ekspertët, kryeprokurori të ketë mandat 9 vjeçar. Nishani, reforma po realizohet nga militant partie dhe jo ekspert, paketa bie ndesh me kushtetutën. Nga Bashkimi Abazi botohet artikulli pasojat neurotike të ideologjisë. Masa e sigurisë, motra e liruar refuzon të kthehet në familje, strehohet nga policia. Apeli, trimi, e fal gruan nëse nuk më tradhton më. I dhunuari nga e shoqja kërkon lirimin e saj për të kujdesur për 3 fëmijët. Standardi i Shqipës përplas gjuhëtarët në Prishtinë. Nisin punimet për seminarin e 34 ndërkombëtar të gjuhës. Kapedani, shuhet artisti i popullit Albert Veria. Në brendësi të gazetës Shqip, si gjithmonë është suplementi ndryshe. Psikologji, si të ruani dashurinë edhe pas tradhtisë. Studimi, sekretet që fshihen pas ngjyrës së syve. Analiza, harojeni Greqinë, duhet të merreni me Ukrainën, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shqip. Gazeta Tema, gabimi teknik i Bashës që kushton 11.3 milion euro. A duhet të ndiqet penalisht? Ish këshilltari i Berishës, Basha po kopjon Ramën, protestat janë një alibi. Buxheti rikthim me këmbë në tokë, të ardhurat për 2016 rritje me 6%. Nga Merobaze botohet editoriali çfarë do vërtet opozita nga reforma në drejtësi. Nga Afrim Krasniqi, 12 deri 15 kushtetuta në 100 vjet. Nga Enkel Demi, shënime çamërie, nuja më tregon udhën. Antena brenda familjes, xhevairët e shtypit në Ko plazhi. Shqipëria e parë nga një autobus urban. Dështimi i elitave politike në Shqipëri dhe Ballkan. Altin Goxhaj, cila është e vërteta e babait tim Sigurims, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Tirana Observer në faqen e parë titujt intervista Nishani, militant politik janë përfshirë në reformën në drejtësi. Presidenti paralajmëron mos dekretimin e ndryshimeve ligjore. Pronat, Bamir Topi kundër Ramës, reforma e gabuar, dëmton pronarët. Analiza e Deutsche Welle, liderët politik fajtor për eksodin e azil kërkuesve. Shkelja, pasaportat biometrike me gabim afati, 156.000 persona duhet të riaplikojnë. Motrat Kajtazi, gjykata lë në burg Orjaldën, minorenja Klevisa lirohet, refuzon të kthehet në familje. 2 motrat përloten në gjyq, por nuk pendohen. Familja e pranishme në seancë. Një opinion nga Fatmir Gjoni mban titullin Internshipi, mundësi apo shfrytëzimi të rinjve. Nga Gjergji Kajana, hija europopuliste. Nga Enkeleda Çuni, lindur në Pogradec. Lista emrat e 25.000 shqiptarëve që emigruan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitet 1884-1945. Nga Luana Rama në rubrikën Kultur botohet artikulli me profesor Xhaxhiun rrugës për në Delf. Gjasulo, shuhet aktori madh Albert Veria. Nga Miogjini reportazh, dasme kanadezit Niko Cani, janë titujt e faqes së parë të Tirana Observer. Gazeta 55 në faqen e parë titujt militant ekstremist politik, pjesë e reformës në drejtësi. Presidenti Nishani jep alarmin se reforma në drejtësi po tentohet të shndrohet në një mjet të qeverisë për të kontrolluar krejt sistemin. Deklarata, personat që favorizojnë kriminalizimin e politikës po minojnë demokracinë dhe po shbëjnë besimin tek institucionet.
Fakti, ndërtesa monumentale në Gjirokastër u shëm prej Mirelës. Rëzohet një godinë historike në qendër të qytetit muze, sapo ministri Edvinit nxori Gjirokastrën nga lista e zezë e UNESCO-s, duke deklaruar se tash tutë të gjitha restaurimet ishin të përballueshme për sekserët që gëlojnë në paradhomën e kryeministrit. Raporti Bashkimit Evropian për të ardhurat, evazioni i shkaktuar për kontrabandës, shkaku i deficitit buxhetor. Komisioni Evropian, Shqipëria e fundit në rajon për mbledhjen e të ardhurave. Pas 8 vitesh, Edvini i drejton shqiptarët tek drita e Qiriut. Ish kryeministri Berisha, sezoni turistik pa drita, pa ujë, plot krime, vrasje, i braktisur nga turistët. Kalkulimi i Tayyip S. është artikull nga Daniel Henrich. Nga Ismail Arslani botohet artikulli Akademik Stavileci la amanet që shqiptarët duhet ta kenë sovranitetin e vet. Dosje 1971, kujtimet e Dushan Mogoshës për vitet që kaloi në Shqipëri. Në Shqipëri më habiti ndikimi i Kishës Katolike. Në brendësi të gazetës 55 sot është suplementi Japonia, një mik më i afërt se Kina. 70 vjetori përfundimit të luftës dytë botërore dhe kapitullimit të Tokios. Kryeministri Abe, keqardhje dhe pendes të thellë për veprimet e Japonisë. Nobelistët japonez të shkencës, letërsi, nën tregime japoneze, janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Ballkan, raporti, bankat katrëfishojnë fitimet, qytetarët dhe bizneset të rënohen, $83 milion për 6 muaj në llogaritë e 16 bankave. Jap se kanë falimentuar klientët nga rregullat e ashpra, rriten interesat e kredive, ulen të depozitave. Reforma në drejtësi, inspektoriat për hetimin e 340 gjyqtarëve. Veliaj, Shëngjergji, destinacion tërheqës turistik. Presidenti Nishani, reforma e drejtësisë në duart e ekstremistëve. Nis punimet seminari ndërkombëtar i gjuhës, edicioni 34, ngjarja emblematike e kulturës shqiptare që daton në vitin 1974. Burg për motrat Kajtazi, gjykata, janë të rrezikshme, refuzojnë familjen. Një opinion nga Sadik Beko mban titullin Shqiptar të bën shkolla kombëtare. Nga Verica Spasovska, eksodi dhe azil kërkimi, dështimi i elitave politike në Ballkan. Danilo Zeka, shqiptari që po sfidon grekët në balet. Agenti Stephen Doril, plani sekret për të shpëtuar Shqipërinë nga kthetrat sovjetike. Historianët, si bashkëpunuan vlehët me gjermanët për t'u lënë fajin çamve. Zbulohet falsifikimi i madh i dokumentave dhe fotografive. Klubi Ballkanit, dashnoria sekrete e Skënderbeut dhe histori të rozë të politikanëve janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Rilindja Demokratike në faqen e parë titujt Vajza duhej vrar, turpi i saj të mos gjendej. Pengmarrësi Koza Nostrës merr bekimin e Koços për t'u rizgjedhur në krye të qarkut. Dëshmia e hetuesit italian Tinebra për krimin, inkriminimi i pushtetit nuk ndalet. Skandali, shefja e financës ikën për azil në Gjermani, mësuesit pa paga në Kamës. Reagon Bashkimi Evropian, Shqipëria e fundit në rajon për mbledhjen e taksave. Intervista, Nishani apel partnerëve për reformën në drejtësi, por rrezikohet nga militantë ekstremist. 63 emrat që fituan shkollën e policisë pa konkurs nga Tahiri. Degradimi i shkollës, raporti manipulimi të rezultateve të konkursit nga ministri i Brendshëm. Një koment nga Kastriot Islami mban titullin 3 grupet në Partinë Socialiste dhe si u krijua sekti Rama. Nga Arsen Kruja, $180 milion për blerjen e zgjedhjeve. Nga Piro Guremani, mafiozokracia. Kriza, fasonët shkurtojnë me 50% vendet e punës. Ndron jetë kapedani i kinematografisë, janë titujt e faqes së parë të Rilindjes Demokratike. Gazeta Integrimi, kampingu lëvizjes rinore për integrim JAL 2015. Endrit Brahim Lari, Akademia Politike e Rinisë, përgatisin strategjit për të ardhmen. Kryetari i Lëvizjes Rinore për Integrim flet për aktivitetin e Lëvizjes Rinore për Integrim, i cili është bërë tradit për të 8 vite radhazi. Solidariteti dhe socializmi dhe socializimi, vlerat e përhershme të familjes tonë të madhe. Intervista, flet antari Lëvizjes Socialiste për Integrim në Këshillin Bashkiak të Tiranës, Bruno Liço. Projekti ynë, punësim dhe shërbime më të mira për të rinjtë e kryeqytetit.
Një koment nga Hysén Caka mban titullin Reformat rrënjësore që kërkon industria e miellit. Jean Pisani Ferri, rimëkëmbja e euros dhe reformat e mëtejshme politike. Gazeta prestigjioze britanike The Guardian, rrëfimi i udhëtimit mbres lënës në perlën e adhurueshme e Shqipëri. Programi YES 2015, Departamenti Amerikan i Shtetit, bursa studimi për gjimnazistët shqiptar, deri tani 600 aplikime. Programet e studimit me konkurs, sot është afati fundit i aplikimeve për të gjithë kandidatët, viti akademik 2015-2016. Studiues të albanologjisë mlidhen në Prishtinë, Kryeministri Mustafa, 4 dekada promovim kulturës shqiptare, seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, biletat në treg të zi, rebelohen tifozët në Korçë. Me 1000 bileta përfundojnë në duart e piratëve, trefishohet çmimi. Klubi frik nga huliganët kroat, mund të prishin ndeshjen. Fortuzzi dhe Mema, Skënderbeu merr hak edhe për Tiranën. Flasin protagonistët e përballjeve të vetme me kampionët kroat në vitin 1996. Ish trajneri, më vjen turp për 2 humbjet e rënda. Ish sulmuesi që u shënoi gol. Nuk është Dinamo e Oto Baricit, me Skënderbeun do të vuaj. Biskup acaron kroatët, fitojnë shqiptarët. Leksione private, jasi jo se e motivon ekipin. Arbitron një rus, gjyqtari i flamurtarit. Një koment nga Ylli Aga mban titullin Skënderbeu, lokomotiva e futbollit shqiptar. Kryeministri inspektim në Vlorë, Idrizi ankohet për federatën. Rama viziton stadiumin, Vasil Ruçi e mund në basket. Në Shkodër, ujërat e zeza mbushin pallatin e sportit. Spanjë, Messi nuk mjafton, Bilbao merr Superkupën. Kupa e Italisë, spektakël i Milanit, Mihajlović debuton me fitore. Interi, largimi i Kovačić, Interi merr 4 lojtar. Gjermani, Hitzfeld kritik, Bayerni po humb stilin gjerman. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport. Gazeta shqiptare në faqen e parë sjell titujt Lëvizjet e Renea, Haki Çako rikthen 2 shoqëruesit e Kuliçit. Me urdhër të ish drejtorit Artan Didi u pezulluan 7 forca speciale. Reforma në drejtësi, Nishani, janë përfshirë militant politik. Qeveria fjalor banal ndaj meje. Familja Vorfi, rrëfem kalvarin e vuajtjeve në Gjermani si azil kërkues. Kampet katastrofë, nuk ngopeshim me bukë, u detyruam të vidhnim. Kryefamiljari Altin Vorfi tregon me lot në sy. Mos harxhoni lek për të nisur, ju futi në stalla. Fëmijët më dobësuan nga uria, vidhja për t'ju ushqyer. Angela Merkel, nuk japim azil për ballkanasit, mos shpresoni. Gjermania, do deportohen të gjithë, nuk keni as shansi më të vogël për të përfituar statusin e refugjatit. Ish kryebashkiaku Shkëmbi, humbje së majtës në Pogradec, shkak kandidati e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pronat në Korçë, status i çdo dosje, që nga 93-shi. Nga Ahmet Shqari botohet opinioni ditës me titull Kinezët, Rusët, Shqiptarët dhe të tjerët. Regjistrimi në kopshte nis me 1 shtator, të drejtë vetëm fëmijët që janë 3 vjeç, dokumentet që duhen për në shtet. Gjyqi i motrave, Hiqmet Kajtazi, Orialda e manipuloi motrën e vogël. Skandali, pasaportat, Ardit Gjebrea shkruan status, Ministria e Brendshme informon. Negovani, si u ruajt dryni i shkollës dhe shamia e Meshës. Kotherja, Nipi i dorëzoi në muze. Janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Në brendësi të kësaj gazete, si gjithmonë në këtë stin, është suplementi Summer Pages. Ka ky suplement veçohen titujt. Rama me Zahon përshëndesin Ionin. Zhvishet Zajmina, ja fotot seksi. Ertila Koka, s'ka të dytë si unë, nuk njoh rivale. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes.